Gjilani do duhet quaj që në 2018 si vatër e korrupsionit. Ajo autostradë nuk është kjo realiteti. E keni lënë lloç atë autostradë. Nuk është folur sa duhet se si e kemi gjetur atë institucion. Ne kemi trashëguar në gjendje me 184 milion euro borxhe në shpronësime, me rrugë të filluara keq, pa shpronësime, pa elaborate, pa studime fizibiliteti e pa mbikëqyrje. Nëse në Kosovë dikush duhet mbaj përgjegjësi për gjendjen e infrastrukturës në vend, është mandati ku ka qeverisur aty pa lekaj, ku po ta marr shembull autostradën Gjilani, cilën e përmendën, një projekt 90 milionsh i cili fillon pa u kry shpronësimi, pa u bë shpime gjeomekanike, edhe pa pas kontraktim të mbikëqyrjes së jashtme, është për mua autostrada Gjilani do duhet quaj që në 2018 si vatër e korrupsionit në vend. Dhe koha valon veç pak. 30 sekonda. Flet për autostradën Prishtinë-Gjilan, ku edhe 40 milion euro ka qenë ndame nga buxheti i shtetit për me përmbyll atë autostradë, keni pas me shtu edhe 40 milion tjera me përmbyll, nuk e keni përmbyll. Premtimi ju i ka qenë që në 2023 autostrada Prishtinë-Gjilan kryhet. Ajo autostradë nuk është kjo realiteti. Domethënë nuk e keni kry, po flasim për ta të 30 sekonda, lutna. Po flasim për një projekt që e keni premtuar dhe vetë që keni përmbyll, nuk keni përmbyll e keni lënë lloç atë autostradë. Madje edhe një ur ju ka ndash 3 vjet juve me përmbyll apo flet për planet të vizibilitetit. Kur flas për standardizimin e infrastrukturës, pikërisht kjo. Ju keni filluar autostradë pa mbikëqyrje, pa shpronësim, pra pa elaborate shpronësimi dhe pa projekt mirëfillt. Autostrada Gjilani do të kryhet deri në Gjilan, jo, po deri në Konçol,